Vendi ynë parashikon një nevojë të konsiderueshme për investime private në sektorin energjetik në kuadër të tranzicionit drejt energjisë së pastër dhe integrimit në tregun evropian të energjisë. Sipas programit të reformave ekonomike 2026-2028 të nxjerrë për konsultim publik nga Ministria e Financave, vetëm për zhvillimin e kapaciteteve të reja të energjisë së rinovueshme, do nevojiten rreth 914 milion euro investime private. Dokumenti thekson se tranzicioni energjetik nuk kufizohet vetëm për përmirësime infrastrukturore, por përfaqëson një transformim të thellë të tregut të energjisë, duke përfshirë rregullat e funksionimit, integrimin rajonal dhe mbrojtjen sociale. Ndërkohë, një nga shtyllat kryesore është zhvillimi i kapaciteteve të reja diellore dhe të erës përmes një sistemi transparent dhe konkurrues ankandesh. Sipas programit, vendi ynë synon të shtojë të paktën 600 MW kapacitete të reja të rinovueshme, kryesisht nga energjia diellore dhe ajo e erës. Për të realizuar këtë objektiv, parashikohet që investimet private të arrijnë rreth 914 milion euro, të bazuara në kostot standarde të vlerësuara nga Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë e Rinovueshme, IRENA. Këto investime pritet të realizohen kryesisht gjatë viteve 2026 dhe 2027. Programi parashikon se ankandet do zhvillohen me faza për të lejuar përshtatjen graduale të tregut dhe integrimin e kapaciteteve të reja me zhvillimin e rrjetit energjetik. Qëllimi është të krijohet një mjedis i qëndrueshëm investimi që u ofron sinjale të qarta investitorëve dhe siguron kosto konkurruese për konsumatorët. Paralelisht me investimet private në gjenerimin e energjisë, dokumenti vë theksin dhe të integrimit tregut shqiptar me tregjet rajonale dhe atë të bashkimit evropian. Krijimi tregut brenda ditës dhe lidhja ndërkufitare pritet të rrisin sigurinë energjetike dhe të përmirësojnë menaxhimin e burimeve të rinovueshme, të cilat karakterizohen nga variabiliteti i lartë.